Mirë se erdhët në banesën tuaj të re në qytetin e bukur e të lezetshëm të Mitrovicës. Kjo është banesa prej 96 metra katror, e mobiluar komplet me mobile të reja dhe shumë cilësore. Banesa ka organizim shumë të mirë dhe e përshtatshme për një familje 6 anëtarëse. Banesën mund ta vreni edhe nga pamjet që do ju prezantojmë në detaje. Bëm fjalë për një banesë e cila ndodhet në kuadër të kompleksit Amina. Këto mund të ushqeni shumë shlirë, tavolinë e përshtatshme deri në 8 persona, kuzhina i ka të gjitha pajisjet e duhura. E në larsën e keni këtu dhe thuaj se është e papërdorne. Furrën, pllakën, këtu e keni frigoriferin me friz, pjesa e ulseve që shihet këtu, lartësia e katit është 2,60, ndriçim ka të mjaftueshëm nga jugu, ndërsa tash do t'ju tregojmë edhe dhomat e gjumit. Dhomë shumë e përshtatshme për çiftin, dollapat mjaftueshëm dhe ndriçimin e dhomës e keni nga jugu. Ndërsa dhoma e fëmijëve, siç mund ta vreni, është e përshtatshme për 3 persona. Kjo është një banjo nga më të bukurat që kemi parë. Përveç këtyne qipat, është e rëndësishme të dini edhe këto detaje. Nxemjen e ka të punuar me sistemin kallëdhore elektrike nën dyshemeji. Dyshemejen e keni pllaka për arsye që kur të nxehet dyshemeja, pllakat e marrin temperaturën më gjatë dhe është më ekonomike. Po ashtu, e keni edhe klimën inverter, e cila mund ta përdorni edhe për nxemje, por edhe për ftofje gjatë sezonës së verës. Balkonin e keni shumë komod, pamja është drejt bjeshkës të Bajgorës. Kjo është kompleksi i vetëm i banimit në qytetin e Mitrovicës, i cili është me ramp në hyrje, siguri 24/7, me rojtar fizik në hyrje të kompleksit. Kuadër të këtij kompleksit ne u tregum banesën prej 96 metra katror të cilën e kemi në shitje. Çmimi e banesës që sapo prezantuam është 88.000 euro, ashtu siç e pat. Ndërsa me një vlerë shumë simbolike, prej 9.000 euro, ne u afrojmë edhe një depo e cila i ka fiks 20 metra katror. Çmimi total, depo dhe banesë është 97.000. Mund ta negocojmë edhe pak. E për të gjithë ju që pyesni a ka vend parkime, nuk mundesh me gjetë një kompleks të dytë që ka parkingje më tepër se kompleksi ku ndodhemi.